نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله فنقف اليوم بكلام من حكيم عالم من علماء الأمة جمع فيه خيري الدنيا والآخرة وهو كلام جامع مما انتقاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما نحن في حاجة ماسة لها قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه كان ممن تواصوا الناس بعضهم البعض في القرب وفي البعد كانوا يكتبون لبعضهم البعض من أصلح ما سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن اهتم بآخرته اهتم الله بالدنيا. Dërun besimtar, në këtë botë, Zoti i Gjësisë ka vendos atë që quhet ligjet kosmologjike. Ligje këto se ai i cili kapet për tyre, ai i cili respekton ato dhe i praktikon ato, Allah i madhrum ka premtuar se jep sukses dhe bereqet. Madje në këto ligje të përditshmërisë, edhe nëse ai është i cili mohon Zotin më shumti, ateisti më i madh, po qëse është përballë respektit të këtyre ligjeve kosmologjike, Allahu e lejon dhe jep sukses. Andaj Zoti i Gjësisë nuk është kundër ai i cili ndon shkakun dhe sebebin për realizimin në mënyrën e duhur dhe të drejtësisë të kësaj bote. Vepron, Allahu nuk është kundër me dhënë atij sukses. Sikurse nuk është kundër Zoti i Gjësisë me janë ndalu suksesin besimtarit, atij që e falenderon dhe e beson Zotin, po qëse e thën këtë ligj, ose nuk e respekton këtë kushtetut kosmologjike me të cilët njerëzit jetojnë mes veti. Kësaj Allahu ka bërë që njerëzit këtë botë sa herë i dhon përparësi atij që ka saktësinë dhe ditunin. Ata janë hajër dhe në sukses dhe në bereqet. Sepse në këtë formë, individi, shoqënia, vepron ashtu qysh e do rregullin, e don kosmosi, e don ligji i Zotit në botë dhe në tokë. Dhe kësaj njerëzit ecin mbar. Gjemi sot vende me dhjetra të përparueshme, nga se kanë vendos para veti planin e sakt, kanë vendos para vetes me pasu njerëzit e sakt dhe njerëzit e dijes. Po gjemi gjithashtu onën e kundërt. Gjemi që shumë prej muslimanëve dhe vendeve të muslimanëve, me gjithë besimin që kanë prapambeturin si shkak i mos renditjes së duhur dhe mos çmimit të duhur të asaj që quhet dituni, saktësi dhe drejtësi. Dhe kjo është rrumbullakësimi i asaj fjale që thotë Ibn Taymija rahmetullahi alayh, që Allah nuk është kundër me tërhiq fuqinë ose ndihmën ose me tërhiq suksesin ndaj teje ose ndaj neve ose ndaj shoqërisë si musliman, përderisa nuk shkojnë vijes së duhur të kësaj bote ose ligjet të kësaj bote. Kjo është një pjesë, kjo është njëra anë e parës që thojmë na, që ka të bëjë me dynjan, me zhvillimin. Mirë po, brenda kësaj bote dhe brenda kësaj dynjaje kemi një anë tjetër të parës, e cila thotë
qetësia shpirtërore, rahatlëku, ose lumturia kësaj bote. Gjemi se mu këta cilët e kanë bo këtë zhvillim fizik, material, cilët e kanë respektu ligjin e Zotit në tokë, në kosmos, me drejtësi dhe me dituni, kanë ecë për para. Mirë po mu këta i gjemi se janë të zbrazët në brendësi. Mu këta i gjemi që janë të zbrazët në lumturi. Mu këta i gjemi që janë të mbushur me halle, derte dhe mërzi. Pse? Sepse nuk është plotësu pjesa e dytë që Zoti i Gjësisë ka kërkuar pej llojet njerëzore. Aja është që shpirti dhe zemra që neve posedojmë nuk ka mundësi lumturie, pos me atë që e ujit Zoti i Gjësisë për nga shpallja me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Dhe e gjemi se përballë kësaj me shumë prapambetin që ka muslimoni, e ka një pjesë të madhe të rahatlëkut në zemrën e tij, të durimit, të lumturisë, megjithë ndoshta skamjen që ka ose vështirësitë e botës që i ka. Pse? Sepse kjo ka realizuar besimin, cilin Zoti na ka lënë. Andaj çka është mesazhi i kësaj? Mesazhi i kësaj ndërru vëllezër është se Allah i madhruar na ka bërë të qartë me një sqarim të fuqishëm dhe shumë detajuar, të lehtëshëm. Se nëse don me kanë edhe këtë botë dikushi, respektoj rregullat e kësaj bote, cilat rregulla i ka precizu Zoti i Gjësisë në formën e përgjithshme, në kozmologji. Nëse neve i rrimi gati punës, i rrimi gati shkakut sebepit, i rrimi gati drejtësisë, i rrimi gati ditunisë, edhe këtë botë Zoti ta jap. Sepse ja ka dhënë atij që por nga besimi ai nuk e meriton, po Zoti ligjin e vet nuk e thën. Dhe nëse dojmë rahatlakun shpirtënor, vëllaznillaku shoqëror, mjedisin e afër dhe dashur, mos harro këtë dytën. Kur te kish edhe besimin, shtoja edhe përmirësimin. Shtoja këtë iman me kon me lënë gjurmë, besimi me të lënë gjurmë në zemër, me të shtu dashuria ndaj atyre që kanë besim. Me të lënë gjurmë në zemër, me largu atë që është e keqe. Me të lënë gjurmë në gjuhë, edhe në vepra që me qenë kështu i kompletuar. Dhe a është vështirë? Normalisht se nuk është vështirë. Sikur kish me qenë vështirë, Allah i madhruar do kishte më na lehtësu me një ligj tjetër. Ja sa Allah i madhruar nuk na ka bën këtë Kur'an dhe këtë shariat diçka që është e vështirë, sepse vetë ka thonë Kur'an, ma ja'ala lakum lid-dini min haraj, s'ka bën këtë fe diçka që për ju është e rëndë ose e vështirë. Dhe rrumbullaksimin e kësaj që e tham në disa fjalë, por zgjedhëm fjalën e Sufjan ibn Uyainës, një dietar që nivet në histori si dietari i Mekës. Nga se ka qenë nxënës i Ibn Abbasit dhe Ibn Abbasi nxënës nga shkolla Muhammed alayhi salatu wassalam. Dietari i madh. Ai po na bën neve një konsenzus të krejt njerëzve të mëshëm të asaj kohe, madje edhe kohës së sahabëve, në 3 shprehje. Kjo do thotë se po e grumbullon krejt kuptimin e Kuranit dhe Sunetit në këtë që po don me thonë. Po thotë neve në kohën tonë dhe kohën e sahabëve kur dikush u përmallajke për dikonin, tha marr ke letrën ja shkruajke 3 fjali. Kur dikush e përcjellke dikon me shkunin i rrugtim, tha ja jep këto 3 fjali. Cilat ishin këto? Grumbullimi i hajrit të kësaj bote dhe botës tjetër. Men aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyata. Ai I cili thot e përmirëson brendësinë e vet, zemrën e vet, Allahu më përsipër me ja rregullu pamjen e tij, pra veprat e jashtme të tij. Men aslaha ma bainahu wa baina Allah. Ai I cili e përmirëson lidhjen, marrëdhënien që ka mes tij dhe Zotit vet, aslaha Allahu ma bainahu wa baina an-nas. Allah ka marrë përsipër me ja rregullu punën e tij ose çështjen e tij me njerëzit mbar. Men ihtamma bi akhiratihi ihtamma Allahu bi dunya, aw kafahu Allahu dunya, thot ai I cili kujdeset për ahiretin e vet, kujdeset për të ardhmen e tij, për xhenetin e tij, thot Allah ka marrë përsipër me I dal hakësh dhe me I dal ndim për dynjon që ka. Këto 3 shpreh nëse nërmi me I shkëlqit, me I meditu nga pak, e gjemi se është grumbullimi komplet fes në këtë pak fjalë. E para prej tyre, ai I cili e përmirëson zemrën, Zoti ja përmirëson veprat që tyrt. Çfarë bie kjo?
Kej bie saktësisht që shta e Buhorejra. Dijeni se zemra është mreti, është komandanti, dhe gjymtyrët janë ato që zbatojnë urdhën. Merre këtë praktikoje tek vetët tona, në për dëshmerin që e kemi me veprat këqija dhe me veprat mira. A ka mundësi dikush prej njerëzve me i bo dikuj keq, po që se zemra ti zdon? Ase se jo, madje zemra e ka përpunu atë keqe, atë xhelozi, atë menemallësi e ka përpunu me ditë e me vite, deri sa vjen në gjendje gjymtyrët me bolit keqe ndaj dikuj. A ka mundësi dikush me ik pej dikujt, pej xhelozisë që ka, por pa vlu zemra ti me orë e me ditë e me net, si xhelozi ndaj dikujt, nuk ka mundësi. A ka mundësi dikush një sadaka sa do të vogël me dhanë, por deri sa zemra e ti nuk don, nuk ka mundësi. Andaj thot, përmirësoje, merru me përmirësimin e zemrës, Allahu t'i përmirëson gjymtyrët. Që i bie me një thonje ndryshe. Këta që neve qesmi në publik, qoftë pej fjalëve, qoftë pej veprave, është 100% rrumbullaksim dhe rezultati asoj që është në zemër. Madje ulemaja kanë shprehë ndryshe, po kjo ka një rrumbullaksim i përgjithshëm. Kanë thonë atë që njeriu ka në zemër e qet, herët avon, sepse nuk mbetet vetëm në zemër. Kjo më pastaj e bën njeriu me u friksu më shumë. Nga se neve nuk kemi mundësi me qenë dy njerëz. Nuk kemi mundësi me qenë me dy fytyra, nuk kemi mundësi me qenë me dy zemra. Pra nga njeriu mundohet me u boj mirë. Po zemra që vlon brendësi, herë do kur del në shesh. Andaj nuk kemi zgjidhje tjetër, pos me marr këtë këshill të përgjithshme, që është lodh ky dhe shumë ulema me na sjell komplet fe në këto 2-3 shprehje, me u kujdes për zemrën, sepse kjo zemër është boshti jonë, është baza jonë. Neve nuk kemi mundësi natë e ditë me eduku gjuhën, por dhe sa zemrës është edukume. Nuk ka mundësi. Sepse aja që vendos, aja që ja kararin që thojmë na. Dhe fundit e kësaj pjese, është se na tregon feja jonë e çmueshme se kjo zemër është malet me u eduku, se sa me i njek ose me i hulumtu pasojat e gjuhës dhe durve, ose gjymtyrën në tërsi. Është malet me u eduku zemra, sepse ai edukim që kërkon me ka në zemër, ai është për edukimeve që i do shpirti, për edukimeve që i do Zoti. Pra thjesht, malet është me u boj mirë, se sa njeriu me u boj keq. Sepse për me u boj mirë mjafton me i dasht gjithë ata që e rrethojnë, me i respektu ata që e rrethojnë, me dhonë fjalë pozitive ose mendime të mira për gjithë secilin, deri sot vjen qartësimi ose e kundërta. Kjo është më lehtë, është më thjesht se sa njeriu më merr me menaxhimin ose kontrollimin e këtij mendimi ose atij mendimi. E dyta, po na thot ai i cili kujdeset me përmirësum çka ka mes tij dhe Zotit vet, Allahu e pajton me njerëzit. Kjo është një ligj i madh. Kjo është një ligj i madh i cili është nxjerr nga fjala e Zotit që është hadith kutsi. Fjala e Zotit që është hadith kutsi. Pejgamberi po thotë Zoti i gjithësisë. Me atë që më shumë t'i afrohet robi jam tek unë, është ajo që ja ku mbati obligim. Çfarë ka bëu Zoti obligim? Këtë do të më përmirësuar. Çfarë ka bëu Zoti obligim? Allah na ka bëu obligim ju përgjigj kur ai thotë bëje këtë. Po Allah na ka bëu obligim me u largu pe asoj që ai na ka thonë, ik pe saj. Nëse njeriu e ndëgjon Zotin e vet, atëherë e ka rregulluar raportin mes tij dhe Zotit vet. A ka dikush prej njerëzve ose prej besimtarëve që nuk e din çfarë na ka obliguar Zoti? Zakonisht nuk ka. Gjithë e din se Zoti e do të mirën, sepse ai është i mirë. Zoti nuk e do të keqen. Madje ai e keqe aty dom nuk i bën. Po për neve në mesin tonë dhe në mesin e njerëzve të keqen nuk e don. Dhe kjo e keqe as zemra nuk e don. Po shpesh herë kur zemra ndotet, tani bëhet e një rrugtimi. Andaj ai i cili i përgjigjet Zotit në atë që është sheriatike, me i bë ato që Zoti na ka lyp, le t'i bën edhe ato që Zoti na ka ndaluar prej tyre, sepse është në dobin e këtij. Allah po thot:
vazhdon robi jam më afru me shtesë, pos farzave, me shtesë, deri sa thot unë të duate. Kur Allahu thot e do një rob, hadithi tjetër thot pejgamberi alayhi salam, i thret me lajket në krye tyre Xhibrin dhe thot o Xhibrin, unë po e du filanin, dujeni edhe ju, dhe doj me lajket në tërsi dhe krejt banorët e qiellit. Me pastaj thot Allah i madhrum e zbret atë dashni në tokë dhe dojnë edhe njerëzit. Që i bie se raporti jo njerëzor, qoftë edhe me gru, edhe me fëmijë, edhe me kojshi, o shumë i lidhur ngushtë me raportin tonë me veten, me zemrën dhe shumë i lidhur ngushtë me neve dhe me Zotin e gjithësisë. Andaj kësisoji quhet kjo fe e saktë dhe e pasuruar. Pse? Se nuk është fe që të lidh vetëm me Zotin dhe kaç, po të lidh edhe me Zotin edhe me njerëzit edhe me dynjan. Mirë po, është shëmbëltyra më e mirë qysh me rregullu raportin me Zotin dhe me veten dhe me njerëzit. Andaj lutem Zotin e gjithësisë që këto këshilla të këtyre kolosëve që i kanë grumbullu dhe kanë këshillu njëri tjetrin me nabodobi dhe mos me i harru. Allah e di mas miri. Në them të shënë gjuda kërkoni falje. Të Zoti i falë më I gjithë madhërimi dhe falendrimi të ka Zotit i gjithësisë, pastaj themi në rumë besimtar që këshilla e tretë ka të bëjë me një generalizim të krejt jetës që njeriu të e bën. Ai i cili thot e rregullon dhe e synon dhe e përmirëson të ardhmen e tij, xhenetin e tij, ahiretin e tij, Allah thot e merr përsipër me rahatu për dunjas. Këtë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith më të gjatë. Pjesa e tij që përkon me këtë është kur thot ai i cili ka synim ahiretin, Allah thot ja rregullon punët. Ja grumbullon emocionet, ja grumbullon situatat. Nuk mbetet i shka përderdhur. Allahu e rendit. Thot ja vendos pasurinë në shpirt edhe i vjen dynjaja e nënshtrume. Pa i cili ka të kundërtën, e synon veç dynjan. A ndoshta dynjan e arrini një pjesë. Po brendësia e tij është e zbrast. Jeta e tij është e shkapërderdhur. Dhe rahatllaku i tij është i pamundshëm. Dhe kjo i përgjigjet atij krahasimit që e bën në fillim. Neve në këto vende që janë vende të përparueshme padyshim. Kanë elemente të kënaqësisë së kësaj bote pa asnjë dyshim. Mirë po, kush prej neve, kush prej njerëzve këtë është i mbushur shpirtnisht? Kush është i kënaqur shpirtnisht? Kush është i lumtur me atë që e ka? Një numër i vogël, veç ai i cili ju ka përgjigj Zotit vet dhe synon ahiretin me këto mirat e kësaj bote. Andaj kjo këshill e këtij dietarit madh, po shumë e thjeshtë, edhe nuk është që njeriu e largon prej kësaj bote. Asesi, çka po thot? Synoja ahiretin, ndërtoja ahiretin, Allahu ko me të ndërtuë dynjan. Pra s'kime me të mongu. Sepse njeriu të mi thonë, nga natyrshmëria që e ka, leje këtë botë. Merru me botën tjetër. Kjo fjalë që jo është në vesh hoxhallarëve tonë të vjetër. Këtë se kanë thonë, leje këtë botë se s'është për musliman. Ata s'kanë mujtë me thonë se se ka thonë Zoti dhe se ka thonë feja. Mirë po, ata kanë thonë, sikurse na sot e përjetojmë këtë botë. Fluksi i madh. Ajo versulja e madhe e njerëzve veç me kësaj bote, veç mas materializmit. Kjo është breng, jo veç për hoxhën, po është breng për çdo prind, është breng për çdo njeri që një Zotin e vet, është breng, sepse dëllimet njeriu që prej mëngjesit deri në mbrëmje e ka detin vetëm të materializimit, kurse na tonë dim që ajo që është materiale është e zhdukur. E ka përfundimin, do humb. Kjo është dhimbje, nuk është xhelozi, nuk është hased. Këta ulema që kanë thonë këtë fjalë para 1200-300 vjetë, ku janë sot? Kanë vdek. Po edhe na mas 1000 vjetë kemë kon vdekun, po kena mu pajtu me fjalën e këtij. Kur të shijojmë vdekjen kemë mu pajtu me fjalën e tij. Andaj nuk është çështje leje dynjan, jo mos e le dynjan. Po synoje ahiretin. Edhe punën e dynjas gjatë ditës kur të bësh, bën me njet me shpërbly Zotin ahiret. Bën me njet me pas halal, bën me njet me e pas të koordinuar. Në momentin kur kemi
kundërthonje. Kjo puna e dunjos çdo ditë nol për punës të ahiretit. Kjo puna e dunjos të bën që veç një herë në javë me po xhami. Kjo puna e dunjos bën që veç një herë në mujt ose në gjys viti me taku farefisin. Atëherë dije që kjo punë e dunjos nuk është punë e dunjos. Po kjo është punë e xhehenamit. Sepse kjo çon ta rrugë. Kurse e njëjta punë e dunjos, po çesë kufizohet dhe shpjegohet dhe bëhet në mënyrën e duhur, në kohën e duhur, ty nuk largon nga ajo që është e xhenetit, nuk largon nga ajo që është e farefisit, nuk largon nga ajo që është e familjes, ti atëherë e ke bot dunjos. Po me te ke me udhëtu deri tek xheneti. Andaj t'jemi ata që i kuptojmë marrë dhe mirë, edhe t'jemi ata që mundohemi me jetësu, sepse kjo botë është kriju për neve, nuk është kriju për e gjenë. Kjo tokë është kriju për neve si njerëz me fitu xhenetin me te. Po jo me të mashtruar ajo që është e zhdukun dhe me u zhduk me te. Allahu Teala bëjmë lutje këtë kohë xumaje, këtë ditë vekume, dhe këtë kohë që është e pranuar tek Ai, Allah i madhrum, me na e qartësu të vërtetë, dhe të kohë dhe me pasu të vërtetën siç është. Me na e qartësu atë që i takon dunjos dhe atë që i takon ahiretit. Me na bëjë atyre që punojmë për ahiret duke e shfrytzuar dunjon, e jo duke e shfrytzuar dunjon me hupat që është më vlefshme dhe e amshueshme. Allahu Teala di mas miri. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم تقبل شهداءهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا للصلاة